Në Kosovë, autoritetet filluan sot kërkimet në një vend të dyshuar se mund të ketë trupat e mbi 20 pjesëtarëve të komunitetit serb të zhdukur gjatë luftës. Kërkimet që po zhvillohen në fshatin Zhilivod të komunës së Vushtris mund të zgjasin për disa muaj, ndërsa autoritetet paralajmëruan për kërkime edhe në 2 vende të tjera të dyshuara në Kosovë. Edhe 11 vjet pas përfundimit të luftës nuk dihet asgjë për fatin e 1800 personave, pjesa më e madhe e të cilëve shqiptar të Kosovës. Në Zhilivod sot ishte dhe korespondenti ynë Besim Abazi. Forcat e sigurisë e Kosovës filluan sot hulumtimet në një vend varrez të dyshuar këtu në fshatin Zhilivod, ku sipas autoriteteve serbe mund të jenë trupat e mbi 20 pjesëtarëve të komunitetit serb të rëmbyer gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur në qeverinë e Kosovës, Preng Gjetaj, tha se ky hulumtim është vetëm një pjesë e hulumtimeve që do të vazhdojnë në pjesë të tjera të Kosovës, bazuar në informacione të dhëna nga Komisioni i Beogradit për persona të zhdukur. Kemi liçenin e Livoqit në Kosovë, pastaj zonën e Kosharës që po punohet në spastrimin e minave, kështu që edhe çdo informacion që na rrjedh, po mendoj, na do ta marrim me seriozitetin më të madh dhe të punojmë në atë drejtim. Në fshatin Zhilivod ishin edhe pjesëtarët e forcave paqëruese që kishin dalë për të mbështetur hulumtimet në një zonë e cila është e njohur me miniera ku nxirret qymyr me metoda të vjetra. Arsim Gërgjaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, tha se procesi filluar sot mund të zgjasë me që ka shumë punë për të bërë. Këto janë punët fillestare në të cilët së pari është duke kryer çështja e analizës së dhëut, do thotë stabilitetit, meqense bëhet fjalë për disa miniera në të cilat është nxjerr thëngjilli dhe për shkak të sigurisë do thotë bëhen analizat preliminare të stabilitetit të terrenit dhe qasjes, meqense do të hapet një krater i perimetrit jashtëzakonisht të madh në formë shkallëzore dhe të depërtohet deri në thellësinë e 5 metra. Pastaj 5 metrat e fundit është pjesa ku duhet të hyjnë antropologët për të punuar. Autoritetet serbe thonë se civilë serbë ishin rrëmbyer dhe mbajtur në këtë zonë në vitin 1998, duke ju referuar një periudhë të shkurtër kur ajo kontrollohej nga ish ushtria qëllimtare e Kosovës. Veljko Odalović, përfaqësuesi i delegacionit Beogradit për persona të zhdukur, tha se ka dyshime të bazuara që aty mund të ketë mbi 20 trupa. Svaka lokacija se mora proveriti, to je naša obaveza. Çdo vend i dyshuar duhet të vërtetohet dhe ky është detyrim dhe nuk do të guxonim të mbyllim syt për asnjë informacioni të tillë dhe këtë do ta bëjmë jo vetëm këtu, por kurdo ku ka njoftime të tilla, tha Veljko Odalović. Aktualisht autoritetet serbe thonë se janë duke hulumtuar në një vend varrez të dyshuar në fshatin Rudnis në Serbinë jugperëndimore, ku besohet se janë trupat e mbi 250 shqiptarëve të Kosovës. Çështja e personave të zhdukur tash e 60 me radhë është pjesë e bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, por rezultatet janë ende të pakta. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur, Preng Gjetaj, thotë se këto bisedime duhet vazhdojnë krahas turistnisë që, siç thot ai, duhet të bëhen mbi Beogradin për të dhënë më shumë informacione rreth kësaj çështjeje. Në ato takime shkëmbejmë informacione, por të kënaqur do të ishim sigurisht atëherë kur kem prova, kur kem identifikim dhe të dim çka të thom familje. Kështu që sigurisht se edhe familjet edhe ne edhe duhet me qenë të pakënaqur derisa nuk ka rezultate. Mirë po, ky proces duhet vazhdoj sepse na vazhdimisht kërkojmë nga Beogradit na jap informacione. Prandaj edhe për atë po them një trysni më e mirëfillt, më serioze edhe nga autoritetet ndërkombëtare. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. 11 vjet pas luftës ende nuk dihet asgjë për fatin e mbi 1840 personave, pjesa më e madhe e cilëve janë shqiptarë të Kosovës. Për Zërin Amerikës nga fshati Zhilivod, Besim Abazi.